Shoqata Maqedonase Sonce me mbështetjen e Komitetit për Pakicat Kombëtare organizoi aktivitetin përmbyllës të projektit, krijimi i veshjeve tradicionale të pakicës kombëtare maqedonase, arumune dhe rome të qarkut të Korçës. Prezantojmë 4 veshje për burrat për zonën e Prespës të Komunitetit Maqedonës, një veshje të Komunitetit Arumun, që është nga qyteti Pogradecit, dhe një veshje të Komunitetit Rom në qytetin e Korçës. Ajo që është e veçantë, kemi rikrijuar kostumet e humbura pothuajse të meshkujve të zonës së Prespës, të cilët deri pas luftës së dytë botërore përdoreshin në zonën e Prespës, po sot janë pothuajse totalisht të humbur. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e bibliotekës Kongresi Manastirit pranë Fakultetit Edukimit dhe Filologjisë në Korçë. Jo vetëm kostumet, por edhe tradita jonë në valle e mbështetur nga qarku, edhe në eventin e radhës që është Autonom Fest, mendoj se ne na nxjerr në pa të gjitha vlerat. Këto iniciativa dëshmojnë edhe një rëndësinë e bashkëpunimit në mbrojtjen e diversitetit kulturor. Qarku i Korçës ka një traditë të pasur bashkëjetese dhe respekti ndërkulturor. Projekte të tilla e forcojnë edhe më tej këtë vlerë, duke na kujtuar se trashëgimia jonë është pasuria jonë dhe se ajo duhet ruajtur dhe transmetuar brez mbas brezi. Universiteti Panoli është i angazhuar të japë një kontribut të rëndësishëm në ruajtjen dhe promovimin e gjuhës dhe identitetit kulturor të komuniteteve të pakicave në Shqipëri. Kjo mund të bëhet edhe përmes zhvillimit të programeve akademike dhe kurseve për mësimin e gjuhëve të pakicave, jo vetëm për studentë, po edhe për anëtarët e komuniteteve, si dhe ata që dëshirojnë të mësojnë këto gjuhë. Ne gjithashtu do të vazhdojmë të mbështesim kërkime shkencore mbi historinë dhe zhvillimin e gjuhëve dhe kulturave të pakicave në Shqipëri. Kostumet u risollën sipas origjinalitetit të tyre nga kostumografja Lirika Pojani. Ky projekt synon ruajtjen dhe promovimin e identitetit kulturor të pakicave kombëtare, si dhe forcimin e rolit të tyre në jetën kulturore të qarkut.